Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin intervista këtu në televizioni Shenja. Do të largohemi pak nga politika ditore për të diskutuar për një problem i cili po kthehet në një shqetësim të madh për shqiptarët e këtushëm. Është enti shtetëror për statistika, një institucion shumë i rëndësishëm në të cilin shqiptarët nuk kanë thuajse asnjë çastje jo vetëm në vendimmarrje, por edhe në pozitat udhëheqëse. Për diskutuar mbi problemet rreth këtij institucioni, të ftuar në studio kemi zotin Bekim Berisha, i punësuar në entin shtetëror për statistika. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në televizionin Shenja. Atëherë, zoti Berisha, ju tashmë një kohë të gjatë po alarmoni opinionin për gjendjen në entin shtetëror për statistikë. A mund për fillim të na tregoni se ta elaboroni pak gjendjen në këtë institucion? Sa ka shqiptar të punësuar, sa ka në pozita udhëheqëse, si trajtoheni nga drejtoria? Po, në entin shtetëror statistikave, domethënë tani janë diku mbi 360 të punësuar, për arsye se gjatë vitit 2015 u bë punësimi diku rreth 50 punonjësve të ri. Mirë po nga këta 50, shumica e tyre nuk ishin të futur në sistem dhe nuk mundeshim ta shohim sakt numrin. Mirë po nga ajo që mund të shohim në sistem qëndronin, kur e mora unë këtë listë të punësuarve, figuronin 309 të punësuar, prej cileve 47 ishin shqiptarë, domethënë, dhe kjo dikun i bie nëse i shtojmë edhe ato të punësuar gjatë vitit 2015, dikun i bie rreth 15% të punësuar shqiptarë. Në hierarkinë e këtij institucioni nuk ka asnjë shqiptar bartës ndonjë funksioni dhe funksioni më i lartë që bart një shqiptar është ushtrues detyre, domethënë jo udhëheqës sektori, por ushtrues detyre udhëheqës sektori për sektorin për njësitë rajonale. Të tjerët jemi gjithë aty bashkëpunëtor më të ri ose referent më të ri, ka një nga koleget është këshilltare dhe 2 janë bashkëpunëtor, domethënë. Tjerët jemi të gjithë në nivelin më të ulët të hierarkisë të nënpunësave shtetërore. E përmendët punësimin e fundit, sa prej atyre 50-ve ishin shqiptar? Nuk ka pas shqiptar asnjë. Jo. Domethënë prej 50 të punësuarve asnjë shqiptar. Domethënë diku rreth 50 ishin, nuk ka pas asnjë shqiptar gjatë vitit 2015. Punësimi i fundit i shqiptarëve ka qenë në vitin 2011, diçka pak para regjistrimit të popullatës. Domethënë plot 5 vite nuk ka asnjë punësim shqiptarëve. Atëherë çfarë rëndësie ka ky institucion për shtetin? Çfarë humbin shqiptarët me këtë anashkalim nga ky institucion? Ky institucion është një rëndësie tepër të madhe, domethënë te popullata njihet si institucioni i cili udhëheq operacionin më të madh statistikor, regjistrimin e popullatës. Mirë po, nuk kisha mund të pajtohem sepse në këtë institucion udhëhiqen shumë hulumtime. Në këtë institucion ka njësi të cilat udhëheqin hulumtime rreth lindjeve, rreth vdekjeve, demografia, domethënë, njësiti për statistika vitale, ka njësiti për industri, njësiti për ekonomi, domethënë. Vetëm ta kujtojmë në kampanjën e ish kryeministrit Gruevski, kur para disa viteve filloi për zgjerimin e familjes me fëmijë të tretë. Ai plan programi i tyre parashitet që në ato komuna ku lindja ka qenë vitin e fundit nën 2%, të jipen subvencione apo të jipen paga shtesë. Dhe këtë të dhënë ai nuk ka mund ta marrë prej tjetër institucioni, përveç se prej entit shtetëror të statistikave. Dhe ne në këtë njësi, në demografi, nuk kemi asnjë të punësuar shqiptar, domethënë. Rëndësia është tepër e madhe e këtij institucioni, sepse nga ky institucion pastaj zhvillohen edhe gjitha politikat ekonomike, gjitha politikat, domethënë, edhe për shtimin e popullatës, edhe për arsim, për gjithçka. Ato mbi 40 të punësuar shqiptar që jeni aty, si trajtoheni nga drejtoria? Keni alarmuar shpesh se diskriminoheni brenda në punë, se ka presion ndaj juve për shkak të përkatësisë etnike. Çfarë konkretisht ju ndodh gjatë ditëve në punë? Po, ne aty trajtohemi si punëtor më të thjeshtë, definitivisht këtë mund ta them, dhe nuk mirem për bazë sugjerimet tona lidhur me punën. Unë konkretisht deri para 3-4 muaj kam udhëhequr me hulumtimin për statistikat për shkollat fillore dhe të mesme në fund të vitit shkollor. Dhe një nga formularet aty, shkurtesat e formularit ishin UMK, që do të thotë në përkthim Učilište Malcinstvo Kraj. Domethënë shkollat me gjuhën e pakicave në fund të vitit shkollor. Dhe disa herë unë ju kam sugjeruar edhe udhëheqësave të sektorit, gojarisht normalisht, kam sugjeruar që të ndrohet kjo M-ja dhe të jetë nacionalitet, për shembull, nacionalnost, mirë po nuk është marrë parasysh. Dhe në këtë mënyrë, domethënë, gjitha sugjerimet tona dhe të kolegëve tjerë aty që punojnë dhe që janë normalisht me detyra tjera, jo me ato të mia, edhe të atyre sugjerimet e tyre nuk mirën për bazë, domethënë, dhe që është trajtojmë në mënyrë vetëm sa për të qenë si një keqe e patjetërsueshme aty.
Keni alarmuar edhe për diskriminime tjera, për udhëtime, për seminare, kështu me radhë? Po, kjo është një nga fatkeqësitë të cilat ndodhin më së shpeshti. Aty ka, domethënë, statistika si institucion është i veçantë, në thash edhe parzit, është i veçantë nga institucionet tjera, sepse këtu kërkohet edhe profesionalizëm më i lartë, kërkohet edhe zhvillim. Dhe të paktën në këtë institucion do të duhej që avancimet të bëhen në bazë të merit sistemit. Mirë po, për fat keq, në bazë të merit sistemit nuk bëhet në asnjë institucion avancimi dhe nuk bëhet as te ne. Nga mund të them tani me numër mos më kapni për fjalë mirë, po në mes 80 dhe 100 udhëtime zyrtare që janë në seminare 3 ditore, 5 ditore, a marrin pjesë shqiptarët aty me 1 apo 2 të punësuar, domethënë. Dhe në këto seminare normalisht gjithmonë zhvillohet dhe rritet dija rreth lëndëve me të cilat punojnë, dhe më pastaj kolegët tanë Maqedonas është e pritshme që të jenë më tepër të informuar, më mirë t'i dinë punën se sa ne. Shembull, keni deklaratën e para disa viteve, më duket ishte viti 2012, ish drejtoreshës Blagica Novkovska, ku ajo pa të thonë se nuk ka kuadër profesionist të shqiptarëve në statistikë dhe për atë arsye nuk mundet të avanson shqiptarët. Kuadri profesionist, me sa di unë, krijohet dhe formohet gjatë punës. Duhet të jipet mundësi çdo të punësuari aty që të përparon në karrierë. Pastaj ne kemi shembull disa trajnime janë specializime i quajnë, 3 mujore dhe 6 mujore ka. Në ato nuk ka asnjë shqiptar deri sot që ka marrë pjesë. Ato i mbajnë fshehtas prej neve dhe vetëm dihet që do të ketë as i trajnimi vetëm atëherë kur vetëm bëhet përzgjidhja e punonjësve të cilët do të shkojnë. Për këtë arsye shembull unë këtë shoh si një problem të madh sepse edhe në deklaratën time për televizionin tuaj lidhur për lajmet, unë thash se statistika duhet të paktën tani të ketë vendet kyçe udhëheqëse me shqiptar, mirë po që do të duhen 2 vite shtesë për të profesionalizuar edhe të punësuarit shqiptar aty, sepse nuk mundemi ne sot të marrim ato opozita dhe menjëherë ne t'i dim të gjitha punët. Fatkeqësisht na duhet ta pranojmë se janë përpara 2 hapa Maqedonasit, sepse u është mundsuar ta mësojnë punën. Dhe ne ngelim në vend. Në stadion ka edhe forma të tjera të presionit apo anashkalimit. Ka kolegë tuaj që kanë mbaruar, janë pajisur me diplom fakulteti dhe nuk ju pranohet dhe udhëhiqen si të punësuar me shkollë të mesme. Po, të tillë ka 9 të punësuar në Endin Shtetëror të Statistikave, të cilët gjatë punës normalisht e kanë mbaruar edhe arsimin e lartë, mirë po ato ende udhëhiqen si të punësuar me arsim të mesëm. Kemi bërë disa erthirje, kemi bërë lutje, kemi bërë shkresa, kam këtu disa shkresa me funksionar të partive politike, dhe me thonë, sidomos të partisë në pushtet, normalisht se pritet që partia në pushtet e cila është, ajo t'i kryej, të në ndihmoret këtyre çështjeve, mirë po, për fat të keq nuk kemi hasur në ndihmë, biles herën e fundit vitin e kaluar, kur dolëm me deklarat të punësuarit aty, nga funksionarët të partisë në qeveri, ju është thënë kolegëve të mi që mos të binë prej provokimeve, intrigave të mia, sepse unë po udhëheqin ndonjë lojë politike dhe nuk ka nevojë në statistikë të bëhen punësime dhe nuk ka nevojë të bëhet kaq e madhe kjo çështje. Unë nuk e di si e kanë marrë ata se unë e kam politizuar këtë çështje, mirë po nëse janë nisë nga aspekti se unë ju kam bërë thirrje 2 partive politike të cilat janë të përfaqësuara në parlament, atëherë gabojnë se unë dhe kolegët e mi ne patjetër e kishmi që thirrjen për ndihmë t'i ja bëjmë partive të cilat na përfaqësojnë neve në Parlamentin e Republikës Maqedonisë. Ne nuk mund të reagojmë dhe t'i bëjmë thirrje LSI-s ose Ilir Metës në Shqipëri që të na ndihmojë për çështjet tona në Maqedoni. Me siguri e keni fjalën për letrën e hapur që ja drejtuat kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti dhe kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi. A kishte çfarë lloj feedbacku pas kësaj letre? Fatkeqësisht atë letër të hapur të cilën ja dërguam ne, nuk kishte kur një farë përgjigje nga ta, përveç se doli zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe tha se kjo çështje puna duhet kryer dal nga dal dhe nuk kryhet me të shpejt puna, domethënë. Dal nga dal ne 5 vite kemi që shkruajmë letra. 5 apo 6 vite kemi që reagojmë. Normalisht ne nuk kemi dalë menjëherë në media për ta kritikuar partinë në pushtet ose partitë tjera politike, sepse ne duke u nisur nga logjika e thjeshtë se partitë politike dhe politikanët nuk janë aty çdo ditë që t'i shohin problemet,
Ne nuk kemi mund t'i kritikojmë me njerë pa u bë me dije. Jemi takuar disa herë me kolegët, domethënë, edhe me nënkryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim zotëri Mexhitin, jemi takuar edhe me ministra, jemi takuar edhe me funksionar tjerë, jemi takuar edhe me zotëri Musa Xhaferin duke ushtruar detyrën e zëvendës kryeministrit të shtetit. Mirë po, asnjëherë nuk kemi hasur në ndihmë. Biles në vitin 2011 këtë letër ja kemi dërguar edhe zëvendës kryeministrit Musa Xhaferi, pas së cilës ai vendosi të na pranon. Dhe ne i shkuam 5 kolegë ishim që i shkuam në takim, pasi ja shpjeguam gjithë punën, gjitha problemet me të cilat hasim aty, ai na sugjeroi thjesht të kërkonin ndihmë nga Eurostati apo nga OSDE-ja. Dhe duke parë se nuk kemi mënyrë tjetër për ta iniciuar një reagim më të madh, për ta sensibilizuar edhe opinionin, sepse i shohim shkeljet dhe e dim peshën, rëndësinë e atij institucioni, ne vendosëm që edhe të dalim edhe në publik dhe të flasim për këtë, mirë po nuk ka pas reagim. Ishte momenti ai, ne konsideruam si moment i duhur, sepse në atë kohë po hapeshte edhe debati rreth marrëveshjes së Ohrit, nëse kujtohem mirë, të 4 partive politike. Dhe ne pam këtë moment sikur mundësi e mirë që në atë debat të futet ndonjë ligj special për atë institucion. Mirë po nuk pa asnjë farë reagimi dhe vetëm që u largova nga qendra e statistikës dhe më dërguan në rajonale. Ai reagimi ishte, domethënë ajo e arritur ishte, tjetër të arritur nuk ishte nga ai reagimi. Pra keni pasur reperkusie pas këtyre paraqitjeve Po publike? mund të them, po, mund të them. Atëherë, sipas kësaj që e thatë, BDI-ja ka qenë informuar mirë për gjendjen e Enitetit Shtetëror të Statistikave, si e vlerësoni atëherë deklaratën e liderit të BDI-s Ali Ahmeti, i cili thotë se regjistrimi nuk mund të mbahet sepse aty ka shumë pak të punësuar shqiptar. Them të drejtën, u befasova nga ajo deklaratë e zotëri Ahmetit. Sinqerisht e përmendja edhe pak më parë u befasova, sidomos nga ajo që tashmë e disha se kolegëve të mi i është thënë që unë po manipuloj. Dhe tani kur e pash edhe kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, duke i thënë të njëjtat fjalë që unë i thoja dhe kolegët e mi i thonim, i shkruanim, u ajipnim edhe funksionarëve të BDI-s, atë ngela i habitur thash mos vallë paska ra prej provokimeve edhe kryetari i BDI-s, prej provokimeve të lojnave të mia. Mirpo ajo deklarat mua prap më gëzon. Më gëzon sepse ndryshe është, të jemi të real, ndryshe është kur dalim ne flasim, dhe ndryshe është kur del një lider i një partie politike, qoftë i BDI-s, PDSH-s apo cilës do qoftë parti tjetër politike, domethënë. Mirë është, mirë po nuk jemi aty 1%. Mu edhe ajo ishte befasia e dytë se dikush këtu u munduan ose të tregon se nuk janë mirë të informuar, që nuk e besoj sepse kanë qenë mirë të informuar, 5-6 vite kemi kontaktuar me ta. Ose me të vërtet nuk është mirë informuar. Aty jemi 15%, mirë po kot është edhe 30% jemi, edhe 60% jemi. Nëse nuk jemi në hierarkinë vertikale, në strukturën vertikale, ne kot e kemi në horizontal të jemi edhe nga 350 punësuar, edhe 300 të jemi shqiptar, aty kot është. Përveç se me këtë deklaratë konstaton gjendjen, a ka pasur hapa për ta përmirësuar? Jo, fatkeqësisht nuk ka pasur asgjë hapa dhe biles këtu ju kisha bërë thirrje se domethënë se duhet të reagojnë sa më parë. Duhet të reagojnë për arsye se përmendja edhe më parë, duhet të profesionalizohet kuadri aty. Ne duhet të kemi, përveç se zëvendës drejtor që duhet të kemi dhe udhëheqësa sektorësh apo njësive, nga 8 sektorë ne nuk kemi asnjë udhëheqës sektorit, nga 38 njësi nuk kemi asnjë udhëheqës të njësive shqiptar. Domethënë paramendoni në Tetov njësitin rajonal, udhëheqësi i njësitit rajonal Tetovës është Maqedonas, dhe nuk më pengon ajo fakti se ai është Maqedonas. Le të jetë kusht tjetër kur është profesionist, ta kryjnë punën në rregull. Mirpo, a nuk është kjo ofendim edhe për neve si të punësuar aty? Domethënë ne nuk jemi as pak të aftë, dhe për atë arsye në mes të Tetovës, udhëheqësi i njësitit të jetë Maqedonas. Domethënë unë u bëj thirrje që të reagojnë sa më parë, se nuk duhet reaguar 2 muaj para regjistrimit. Ishte kjo tentativë ishte edhe vitin 2011 kur ish drejtoresha Zonja Novkovska u mundua 2 muaj para regjistrimit t'i bën disa lëvizje në hierarki, duke u dhënë titullin e referentave, jo referenta më të ri, domethënë nga një shkallë duke ngritur 2-3 të punësuar, një tjetër kolege nga këshilltare e bëri si udhëheqëse të njësitit dhe posa përfundoi ashtu siç përfundoi regjistrimi, të gjitha vendimet u kthyen mbrapsht. Domethënë nuk duhet lojna të bëjmë, se kot e kemi ne atëherë edhe drejtorin ta kemi, nëse marrim 2 muaj ditë para regjistrimit të drejtorin ta kemi, kot do ta kemi, se aty duhet kontroll tepër më i madh. Se ne nuk kemi, për shembull, ne duhet ta dim, më falni vetëm, domethënë në sektorin për
për krahje informatike ne aty kemi vetëm 2 të punësuar shqiptar programer. Mirë po, asnjë nuk e kemi në njësitin për baza, metabaza dhe aty ku futen të dhëna dhe ku ruhen të dhëna, domethënë. Asnjë shqiptar nuk e kemi. Nga aty ku kontrollohet i gjithë sistemi, nuk e kemi asnjë shqiptar. Kot, mundemi të kemi 300. Nëse nuk e kemi aty ku kontrolla kryesore, të paktën 1, nëse nuk e kemi në demografi të paktën 1, kot i kemi këta të tjerë. Do të ndjekim edhe qëndrimin e profesor akademik Abdulmenaf Bexhetit rreth Endit për Statistika, i cili ishte i përfshirë në tentimin për regjistrimin e popullsisë së vitit 2011, por pas një shkëputje të shkurtër marketingu. Shkojmë me një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak në studio. Rikthehemi në studio me zotin Bekim Berisha, po diskutojmë për diskriminimin e shqiptarëve nga enti shtetor për statistikë, por para se të vazhdojmë me bisedën, të ndjekim një kronikë të shkurtër të përgatitur nga kolegi Ainur Bafçari dhe qëndrimin e akademik Abdulmenaf Bexhetit rreth këtij institucioni. Ta ndjekim kronikën, rikthehemi pas pak në studio. Përfaqësimi i shqiptarëve nëpër institucione është dobësuar jo vetëm në aspektin sasior, por edhe në atë cilësor. U shpreh akademiku Abdulmenaf Bexheti duke ju referuar pozitave udhëhecëse, të cilat janë të përfaqësuara nga shqiptarët. Ai tha se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në përgjithësi që nga viti 2012 e këndej ka shënuar rënje, si dhe edhe në ato pozita ku tek tu kemi ndonjë përfaqësues shqiptar, ata nuk janë persona kompetent dhe profesionist për atë vend pune. Kjo ka edhe anën tjetër të medaljes, edhe atje ku ndoshta do kemi dikend, ata janë militant partijak, nuk janë njerëz kompetent dhe profesionist, të cilët dinë të kenë superioritetin e menaxhimit konform kërkesave dhe standardeve që i ka ajo pozit apo ai vend pune. Kemi rrëmje permanente në kuptim relativ të përqindjes. Dhe pse kjo ndodh në kushte ku rritet numri absolut i administratës shtetërore dhe publike, për arsye shumë të thjeshtë, sepse pala tjetër, jo shqiptare, në këtë rast dominanto-maqedonase, kryesisht rritet numri intensivisht shumë më shpejt se sa pjesa shqiptare. Dhe nga kjo aspekt, relativisht, bie numri shqiptar. Ai shtoi se më së paku përfaqësues shqiptar mund të hasen në disa institucione që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e bashkësive etnike dhe që në një farë mënyre konsiderohen si pozita strategjike. Në theks të veçantë akoma mbeten institucione caktuara, të cilët janë në një farë mënyre në pozita të tyre strategjike, përsa u përket marrëdhënieve ndërmjet bashkësive etnike, një nga ato është enti shtetëror statistikor. Jo rastisht, pra në këtë ent, gjithmonë ne 15 vite radhazi kemi pasur pozitën e dytë, pra zëvendës drejtori ka qenë shqiptar, ka 3-4 vite të fundit që zëvendës drejtori nuk ka shqiptar në këtë ent. Njëherë nga aty fillohet, të mos flasim nga disa sektor që janë, mbi 7-8 sektor, në asnjë drejtor sektori nuk është shqiptar, dhe përfundimisht edhe shefave të niveleve të caktuara, pra të njësive që i thonë, prej tyre më duket një apo dy vetëm janë shqiptar. Mund ta merrni parasysh se përfaqësimi jo vetëm sasior që është i dobësuar, por përfaqësimi cilësor është edhe më shumë i dobësuar, në kuptim të asaj se sa këto pozita udhëhecëse janë të përfaqësuara nga shqiptarët. Bexheti shton se nuk është vetëm enti statistikor vendi ku diskriminohen shqiptarët, duke numëruar edhe disa institucione të tjera ku numri i shqiptarëve është shumë i ulët. Pra, e gjithë kjo mund të rrumbullaksohet se jo vetëm enti shtetëror për statistikë, por edhe shumë institucione tjera si kjo, të cilët kanë karakter, do të kisha thënë strategjik, merrni për shembull institucionin e Arkivit të Maqedonisë, apo merrni institucione të tjera, po deshet edhe të
ministrive më me pesh. Shikoni Ministrinë e Financave. I ka mbi 9 sektor brenda dhe asë një drejtues i sektorit nuk është. Rinë gjithmonë politikisht një zëvendës ministër finance, i cili është ati vetëm më shumë për zbukurim, se sa realisht që ka ndikimin, impaktin e vetë në përmbushjen dhe marrjen e hisës. Sipas buxhetit, në të gjitha këto institucione relevante, shumë pak mund të gjendet përfaqësim adekuat, i drejtë dhe aq më pak edhe cilësor. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën me mysafirin tonë. Atëherë zoti Berisha në vitin 2011 kishte një tentim për regjistrimin e popullsisë, i cili dështoi pak kohë pas fillimit. Ju keni qenë drejt për drejt i përfshirë në këtë proces. Çfarë ndodhi në të vërtetë në vitin 2011? Një nga arsyet pse kërkojmë të kemi njerëz në pozita kyç është edhe kjo, domethënë puna e regjistrimit, sepse tani nuk kemi përgjigje konkrete asnjë nga të punësuarët e tij se çka në të vërtetë ndodhi dhe pse u ndërprej ai operacion statistikor, i cili duhej të mbarojë për brenda 15 ditëve. Ne nëse kujtojmë mirë, regjistrimi i popullatës duhej të mbahet në prill të vitit 2011, pastaj u shty ajo për në tetor të vitit 2011 për arsye të zgjedhjeve. Unë isha drejt për drejt në grupin e parë, aty ku përgatitej edhe metodologjia e regjistrimit, domethënë, isha i kyçur drejt për drejt dhe duke qenë informuar mirë rreth atij operacioni statistikor, unë kontaktet e mia u mundova të mbaj gjithmonë me profesorin e nderuar, me akademik Bexhetin, dhe jam mirënjohës të gjithë të punësuarit atij, i jemi mirënjohës sepse ishte ndihma e tij dhe ishte reagimi i tij, ai i cili e sensibilizoi popullatën e gjerë, se aty me atë operacion statistikor me të vërtetë diçka nuk po shkon. Ne kishim frikën shembull nga manipulimet e mundshme. Domethënë nuk them se do të bëheshin, mirë po gjithmonë duhet thojmë frika aty t'i ruan vnesht. Gjithmonë duhet të bëhen edhe ato kalkulime. Ne kishim frikën se mund të manipulohet me numrat pas regjistrimit. Kur të mbarohej procesi i regjistrimit, në procesin e futjes të dhënave statistikore në kompjuter, atëherë mundi të bëhet. Dhe gjatë një bisede me një kolegun tim i cili ishte programer, unë e pyeta për disa çështje rreth programeve kompjuterike dhe ai më tregoi se mundet të bën të gjitha ato hilet i quajmë mund të bëhen. Dhe këtë ja tregova edhe profesorit të nderuar, pastaj ai duke e parë edhe atë se ne ishim në Tetov për të mbajtur ligjërata regjistruesve dhe instruktorëve rajonal, për të mbajtur ligjërata, aty nuk ishte as përkthim, nuk ishte as nuk mbaheshin ligjëratat në gjuhën shqipe dhe profesori i nderuar atëherë reagoi. Dhe ishin disa nga këto çështje, ato të cilat e sollën edhe reagimin e tij për t'u tërhequr. Dhe fal Zotit që u tërheq, sepse vetëm në atë mënyrë u alarmua popullata më e gjerë se aty me të vërtetë diçka nuk shkon. Pastaj na ngeli puna më tjetër që ishte më e vështirë edhe neve kolegëve të punësuar aty. Se ne duke qenë të punësuar aty ishim instruktor shtetëror. Dikun kemi qenë ka pasur 39 rajone regjistrimi që kemi qenë të ndarë aty. Këtu vlen të përmendet edhe ajo se për shembull mua, sepse siç thash edhe më herët, isha i kyçur më shumë se një vit dhe njihja mirë metodologjinë, i njihja mirë momentet ku mundej të bëjë ndonjë hile. Mua drejtoresha atëhershme më largoi, më dërgoi në manastir si instruktor shtetëror. Mirë po, me kontakte me kolegët tjerë mbanim kontakte çdo ditë, domethënë jo çdo ditë, po çdo minutë, për çdo problematik. Mbanim kontakte dhe syt i bënim 4, vetëm mos të lejojmë ndonjë manipulim, vetëm mos lejojmë që se kishte shembull tentime që shembull mos të regjistrohet vetëm pse nuk ka qelluar asnjë në shtëpi. E kupton? Tani këto gjëra ne duhet patjetër të kujdesim rreth këtyre gjërave dhe si duket kur e pan se nuk mund të kalojnë aq lehtë. Atëherë vendosën ta ndalojnë. Mirë po prapë them, nuk mund unë ta jap mendimin përfundimtar pse u ndalua, sepse ne nuk kemi asnjë njerëz kyç aty që do të mundë ta jepte në mendim të tillë. A ka ndonjë paralajmërim se mund të rihapet ky proces? Nuk ka paralajmërime tash për tash, mirë po unë prapë e përsëris veten.
kur do qoftë që të mbahet, të paktën 2 vite përpara duhet të fillohet strukturimi i atij institucioni. Se çdo metodë tjetër, çdo mënyrë tjetër, 1 muaj, 2 muaj përpara do të jetë e kodë dhe thjesht unë jam i punësuar aty mua ndoshta edhe nuk më takon të flas për mosbesim, mirë po thjesht unë nuk e di a do të mundet dikush të beson numrave të dalë nga ai operacion statistikor, duke e ditë strukturën se si është. Regjistrimi i fundit të popullsisë në vend ishte para 14 viteve, në vitin 2002. Cilat janë pasojat e mospasjes të një pasqyre më të freskët për strukturën statistikore për shtetin në gjitha lëmit, në gjitha sferat? Po janë, pasojat janë të gjithanshme, domethënë, ka pasoja edhe në strukturimin e arsimit, ka pasoja në strukturimin e ekonomisë, ka pasoja domethënë në investime, ka pasoja në gjithçka. Thjesht për shembull, gjatë vitit 2002 kur u mbajt ai regjistrim, ta marrim si shembull vetëm një nga vendet e banuara, aty do të mund të kenë qenë diku rreth 50 fëmijë të moshës 6 deri në 15 vjeçare. Dhe se e tillë, një shkollë më e vogël do t'u kishte kryer punë. Mirë po tani në atë vend banim po të njëjtin, vetëm si shembull, marr mund të ketë 150 dhe ajo shkollë më nuk kryen punë. Domethënë vetëm një nga aspektet. Tjetër e përmend edhe më parë. Duhet dihet shembull nataliteti, mortaliteti, shkaqet, pasojat, arsyet, gjithçka domethënë. Zhvillimi ekonomik, imigracionet, gjithë përfshirës, për atë arsye dhe regjistrimi i popullatës quhet si operacioni më i madh statistikor në çdo vend. Dhe mos mbajtja një regjistrimi domethënë kaq kohë të gjatë, sigurisht që ka pasoja të mëdha për shtetin. Zoti Berisha, faleminderit shumë që ndat këto përvoja prej këtij institucioni me shikuesit e televizionit Shenja. Ju falenderoj te juve. Shikues të nderuar, me emisionin intervista shihemi bashkë të premten në ora 20:05. Qëndroni me televizionin Shenja.